Sot do dita vendimarrje si çdo qytetari për ta bërë këtë shtet më të bukur, më të fortë, konsistent, më funksional. Vendimarrja sot do çdo dorë në çdo qytetari për t'i dhënë mundësi e shpresë e zhvillimit të shtetit Kosovës. Shpresoj që çdo qytetar i Republikës Kosovës sot do të vendosin për fëmijët tanë, për këtë shtet, për forcën e shtetit, për zhvillimin e shtetit, për funksionimin e shtetit. Mos harroni, sot vendosni për 4 vjet në dorën e kujt do ta lëni Parlamentin e Kosovës dhe funksionimin e shtetit Kosovës. Dhe prandaj është një vendimarrje shumë e rëndësishme. Besoj që qytetarët e Republikës Kosovës do ta shfrytëzojnë këtë drejt vendimarrje. Në fund kjo ka qenë përpjekja jonë e vazhdueshme për t'ia dhënë mundësinë gjithmonë për të ardhur drejt liria shtetit që pasaj qytetari t'i jap drejtim vet, vendit vet. Dhe kjo dita e asaj vendimarrje të rëndësishme për guxim e shpresë. Faleminderit.